me ty së pari një protestë e ditës së dieshme që në fakt u etiketua ose u quhet si kombëtare, ndryshe nga foltoret e mëparshme të Berishës, që me sa duket pati edhe pak prezencë më të tepër të qytetarëve. Rezultoi diçka pozitive për vetë Partinë Demokratike, a ndryshoi gjë brenda kësaj force politike? Ishte zhgënjim i radhës për demokratët, cilët sërish Sali Berisha i çoi në shesh për të bërë parad mode. Ka 20 vite me të njëjtën stil, me të njëjtin protest. Këtë herë kishim premtuar diçka ndryshe, kishim premtuar që do shndronin, që do ishin qëndrestar të kauzës. Por pa diskutim që kjo gjë nuk bie në proporcion me atë çka do kryetari i tyre. Kryetari i tyre do fasadën, kryetari i tyre do paradën, kryetari i tyre do të ruaj legasinë e tij, nuk do të rrëzoj Ramën. Prandaj nuk do qëndrueshmërinë e demokratëve të ndershëm dhe thjesht në shesh. Ai solli aty, bëri paradën e modës dhe në fund rrëzoi Salianin, duke hequr nga kryesia e PD-s. Ky është rezultati i protestave. Pak të bëri deklarata të forta që tha do të shkojmë deri në Surrel. Këto deklarata i kemi dëgjuar, e mban mend kohën e Bashës, kur dilte Basha në për protesta, madje kanë qenë më mëdha se kjo dhe thoshte Edi Rama nga ky moment nuk është më kryeministër. Kështu që e njëjta gjë ka qenë dhe dia. Ai edhe në mëngjes tha këto do jenë protesta ndryshe nga të tjera, tha ne do qëndrojmë, tha ne do ta shëmbim, dhe kur erdhi puna bëri sfilatën edhe iku, po pa diskutim, sepse ajo protestë nuk ishte kauzë. Ajo protest u bë sepse ai dia u thirr në SPAK dhe pa diskutim duhet kishte protest nga demokratët për interesin personal të një personit vetëm. Nuk ishte për kauzën e demokratëve, nuk ishte për rrëzimin e qeverisë, sepse Sali Berisha realisht nuk e do rrëzimin e Ramës. Rrëzimin e Ramës e duan demokratët e thjesht, e duan demokratët e ndershëm, e duan ato qëndrestar cilët kanë sakrifikuar për Partinë Demokratike, sepse po ta donte nuk do bënte xhiro në bulevard. Pra ti beson se mund të ketë ndonjë marrëveshje mes të dyve? Nuk do jepte të njëjtin mesazh që ka vite që e jep. Pa diskutim ti pe diçka ndryshe ditë ka protestë. E vetmi arisi ishte që u rrëzua Saliani dia. U arrit misioni i opozitës me sukses. Po sheturpshme mos, si mund të tallesh kështu me demokratët? Muharremi, çfarë qëndrimi mban majoranca në këtë protestë disa të bërë nga Partia Demokratike që me sa duket të vetmi reagim deri më sot ka patur nga Tauland Balla? Jo, reagim nga majoranca nuk ka, sepse ne nuk merremi fare me protestën e opozitës. Kemi shumë objektiva përpara, kemi një mision cilin jemi besuar me 83 mandate dhe nga 850.000 qytetarë, Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian, për të arritur atë standard të shërbimi që neve kërkojmë, me të mirë dhe të këqijat e veta, por kjo dhe proteste më duk se ajo protesta, ne i themi nga shoqata lokale, quhet protesta e shoqatës kombëtare. Dhe është një protest pa shtyllë kryesore, është një protest pa kaos, edhe mua më të rrugë në vëmendje faktikisht një fjalë e doktor Berishës, kur tha do shpërtojmë demokracinë. Po ka harruar doktor Berisha që shqiptarët kanë sy, kanë vesh dhe kanë përjetuar